Fest. Rogert? Po, atëherë. Selin, kur I tha, më fakt, Arbëri më ka ngel fiksim, kur I tha, oj motër, tha, ke dy opsione, tha, ose do bashkohesh me Mirin, tha, e do lush, tha, kram, tha, ose do bësh një luaneshte, luaneshte fort. Dhe të përgëzoj, tha, I dha mundësin më të madhe që kjo të dilte, edhe në fakt të bote namin, se në fakt I takon. Por kjo, me të më vërtet, si thes, është e vërtet? Nuk kam përgëzuar njeriu, nuk Jo, e ke për, tani, atë tonalitetin unë e shoh si du unë edhe opinioni jem ky është. Jo, jo, ti nuk mund të shohësh fjalën që nxjerrën nga goja si do ti. Ja do ta atëherë je pa përgjegjshëm se unë s'e kam përgëzuar. E ke me eufori e ke çu, jepi motër të përgëzoj se çka ke. Unë thash ka dy versione. Po prit 2 sekonda ta marrë. Kjo doli, kur doli ishte çik aktive të mërkurrën. Problemi është se ka 2 ditë që me vezën o vital, që me sfiden, edhe sot, sa herë do debat, thot, jam fest, s'kam fest, edhe rrinë mrapan, si o burra, vetëm mas mejet edhe juels, tu nejt mas derës tinzash. Luaneshat, më kam mësu miri, se unë si njof luaneshat, unë njof vetëm luajt. Luaneshat tot miri, ecin me ka 4 ose 5 cop, dhe nuk rrinë mas derës. Dhe në fakt, Mateo më pelqen se I tha, shkove tha si luanesh të Rogerti, tha, e I bane si mace për me gric. Jo të Rogerti, jo. Mu duket një Selin, mu duket një Selin, që nuk e ka idenë e lojës, po mundohet për me përdor shëndritin, po mundohet për me përdor Mateon kur pati probleme te kutia me Brikenën, edhe në fakt, ashtu e përdor shumë haftas Nikol, dhe në fakt, në tjetën gja, unë I them Selin, nuk fitohet loja me konotacione seksuale që I bërë ti, saj goce që ishte 1 metër larg dhe po mrote mu që ti mos provokosh mu fizikisht. Po si fitohet? Si fitohet? Ti thua me të drejt, natyrisht nuk e zbaton këtë gjën, po thua me të drejt që nuk fitohet loja me konotacione seksuale. Si fitohet, si pas të? Ja, ta themu si fitohet. Duke u përball me njerëz që ti në fakt nesër pas nesër mund të kesh probleme. Një nga ato dhe më I madhi, mos u mërzit se s'jam unë Arbër, është Miri. Për t'i shku Mirit përball, edhe për t'i thënë problemet që kanë pas, edhe që mund t'a ludojnë këtu akoma në shtëpi dhe tanë shqiptarë. E dyta, a keti goç probleme me Rogertin se ças ka thënë, e ças ka bë, se nuk vjen për të unë për debatu tamam. E treta, a ke probleme me Brikenën ose me Mateon, se nuk del përball, edhe për të argumentu, pa thu, sot mani për ty nuk kam kohë. Rogert kam fest sot se kam Bajramin. E pesta se 6 sa kam dhanë, si ke mundësi ti që I gjenjen kamrat, sy, majta se djata se lartë e poshtë duke I thënë, a di që do bëj unë këtë kam për bamirësi, po pse se deklaron ti para sfidës bamirësin, po e deklaron mrapan. Si është e mundur që ti mund të fitosh një lojë vetëm me gjenjestra dhe sponsora, që më thot mu Rogert, respektoj sponsora se kam respekt. Kjo nuk u qu për të respektu sponsorin ton që sa po e mori. Ku është kjo hipokrizi që e ka kjo? Kjo dhe ka thënë ka ti në djoni dashur me familjet e gjithë. Do t'i gjoj dhe Mirin dhe pastaj Selin. Miri? Mua më ka bërë përshtypje në fakt në një debat që ka pas me Brikenën, debat shumë I fort, më ka bërë përshtypje që është pas kanë pas debat fort apo jo, mbi dakord me Ortakun se ka pasur një debat shumë fort me Brikenën në një moment caktuar këto ditë që ka përmendur krevatin si një nga betejat e Selinit në këtë Big Brother, ndërkohë unë jam Selini që kam krijuar krevatin dhe kam mbajtur Big Brotherin këmbë. Tani, nëse kjo është një tezë që ti e mbron dhe shumë mirë bën që e mbron. Atëherë, pse në momentet që unë kur thoja që krevati është beteja jonë, kemi bërë të dy, pse tani dhe unë u gjykoja për këtë pjesën, pse tani ti po I jep zë kaq fort dhe je krenare për këtë gjën? Tani, o je ti ai Selini që e kemi bërë krevatin bashk, ose tani që t'intereson se je vetëm, je Selini I krevatit dhe e thua me zë t'lak. Këtë nuk e kam kuptuar. Selini po e mbron vetëm me krevatin. Tani me krevatin. Po nis nga fundi, Miri kalon prapë te krevati sepse është loja e Mirit tani në Big Brother. E ke përmendur ti me Brikenën. E ke përmendur ti Brikenën, ai ishte kështu. Mund të bëj analizën e dikujt tjetër kur ka lojën e tij super shumë të dështuar. Kjo është 0.5% e çdo debati. Mendimi jo. Rogerti, Miri.
Rogerti. Ti ke mbaru punë me kohë, ti afro të krevatit. Dakor. Që njifen krevatin. Ledion mos flas. Pse e ke mbrojtur veten me krevatin? Mundesh, po patjetër, po. Kjo është 0.5% e debateve që un kam patur nga dita e martë deri sot që është dita shtunë. Nuk mund çohet Rogerti dhe më thoi mua që ti s'ke përballë Brikenën, s'ke përballë filanin, fistekun, por këtu brenda unë kam përballë të gjithë, përveç njerëzve që realisht në lojë nuk i konsideroj më lojtar që mund t'i përballë për të njëjtën temë, siç është Mali. Mali merret akoma me historinë e krevatit dhe mua nuk kam një gjë të re dhe interesante për të dalë dhe për të diskutuar me Malin. Sa po thej të njëjtën gjë edhe për Mirin, e konsideron Mirin? Patjetër edhe për Mirin, por ama Mirit i kam debatuar dhe jam përballur në ca momente që kam dëgjuar që Miri vazhdon dhe i konvenon direkt të nesër me mëngjes kur tani po fliste me Mirin për krevatin. Te banaku kur Miri po fliste me ty për krevatin. Këtu kur unë dola përballë për senatin dhe kaloj momentin te krevati. Unë folur na herë për krevatin unë dy ata. Fol. Jepi pra për të. Me ty do nuk ka Si e krevatin unë, kam haruar puna krevatin. Për pjesën e viktimizimit. Nuk mund të them krevatin, kurse i the Brikenës që nuk kam realisht nuk kam shumë korda zanore, edhe ndryshe nga Juela më dhimbse kordat e mia. Sa për pjesën bamirësisë që thot Rogerti duhet të vi shumë turp. Këtu është fiksi puna hypse brava, hypse brava. Nuk është hera ime e parë që unë bëj bamirësinë atë institucion. Më vjen shumë turp që përballen parin e Rogerti që ndërmend se t'japi një mesazh sensibilizues. E kthen në favorin e vet. Selini sa herë ka pas mundësi ka bërë bamirësi dhe do ta bëj gjithë jetën dhe po atë çmim do ta çojë për bamirësi. E kuptoj që ti nuk e treguar asnjëherë gjëra të tillë lloji të brenda dhe s'ke për të treguar kurrë. Sa për lojën time, mund mos ketë qenë korrekte. Sa për lojën time, Ledion, mund të mos ketë qenë korrekte në të gjitha pikat, por ama sa herë kam agravuar, ka qenë shkak pasojë e personit që kam patur përballë. Për sa kohë është një që të përmend burra të martuar, jo shet që bën për burrat, edhe vogëlushe me provoj, për sa kohë më ofron një konotacion seksual, patjetër që do ta gjykoj dhe të ta përballë. Sa për pjesën e krevatit, Selini, o zot, Lediona, mund ta mbaroj mendimin tim si është klipi im, është klipi Selinit. Sa për pjesën e krevatit, nuk kam qenë krenare për krevatin. Unë kam thënë fjalinë në këtë mënyrë të cituar, jo si do njëri. Kanë thënë, Selini ka pranuar me veten e saj për të vazhduar sfidën. Nuk intereson sepse e di që është gabim. Nuk intereson sepse e di që është gabim. Unë mendimin tim do ju lutesha ta mbaroja deri në fund. Jo sepse publiku nuk e dëgjon kur unë flas, por sepse këto kanë dëshirë të kthejnë fjalët edhe të gjithë gjërat të kthejnë në favorin e vet. Kam thënë në fjali këtë gjë. Selin, o zotë Ledion, është e pa mundur. E kuptoj që s'ka respekt për veten e vetë, jo të ketë për mua, po bën mirë të pushoj që mbaron mendimin tim. Roger, s'ke për të dëgjuar ti para meje. Për sa kohë vazhdon fjala mua, nuk e për të thënë asgjë para meje, Roger. Është momenti Selinit. Ka shumë admiron momentin tim, ka shumë adhuron momentin tim, ka shumë adhuron momentin tim. Atëherë pse nuk jam çuar këtë ditë për të bërë zë fjalë, një sekondë shëndrit lutem. Pse nuk jam çuar për të bërë zë fjalë të madhe, nuk do të thotë që i pa ftyri më ka thënë që ti s'ke familje dhe ti je rrit në rrugë dhe s'ke edukat. Nuk jam çuar për të bërë madhe fjalën asaj që më ka thënë vogëlushe me përvojë dhe nuk jam çuar për të bërë ndaja. Edhe fjalën e Mateos që ti josh burrat martuar dhe shumë fjalë të tjera këtu brenda. Un kam thënë te fjalia krevatis dhe këtu do ta them dhe nuk do. Kam thënë Thuaj e të lutem, thuaj e. Nuk e dëgjon, apo s'pëlqen. Kam thënë, nuk jam çuar me krenari, por kam thënë vetëm këtë. Un kam zgjedhur që sfidën që na dha vllai i madh, ta vazhdoja vet nga ana ime, për të faktorizuar kështu një objekt. Ai objekti sot e kësaj dite ka faktorizuar individu brenda dhe sot e kësaj dite ka njerëz që është dita e 93 që vazhdojnë dhe flasin për krevatin. Gjithë këto lojtarë strateg, si nuk u çuan të krijojnë një strategji të re. Gjithë këta lojtarë strateg, përse ky i pari ka ardhur me lojën e fituesve të edicioneve të kaluar. Përse këtu njerëzit kanë ardhur me
lojën e fituesve të edicioneve të kaluara. Unë nuk kam parë këtu ndonjë strategji të radhës për të hequr vëmendjen e Krevatit. Por këto i ka interesuar ta vazhdojnë historinë e Krevatit, sepse është vetë një histori që a vlen të diskutohet. Okej, atëherë e kuptova Selin, se më falni se jeni duke folur në kor. Dua të dëgjoj pak Shëndritin. Shëndrit? Sigurisht pas ati prajmi, unë e kom mirë kuptu Selinën që ka qenë në një gjendë të rëndë emocionale dhe kemi diskutu e kemi sqaru. Jo, pa, ajo që dua të komentosh pak është si të është dukur qasja e Selin në mungesë të Gimbos edhe si po... Pa tjetër. Po e kapi me pjesën që e përmendja dhe Rogerti për fajsin time ndaj pse është nda Selina. Selina ka aftësin që të merret me të gjithë një nga një dhe jam fajtor e pranoj që inteligjenca e saj të mos përdoret nga persona të cilët nuk kanë as aftësi për me menaxhu një situatë vetë me vetë. Çfarë jam? Ti ke thënë jam lojtari më i mirë më. Për kë e ke këtë shërbim? E kam kryesisht e kam për ata të cilët e kam përdor inteligjencën e Selinës për me arrit datë lojë që është Rogerti edhe Miri. Unë e kam përmend inteligjencën, po unë jam lojtari më i mirë joti. Se nuk e tham Selina është lojtari më i mirë. Po ke thënë unë jam. Qartë. Brikena. Brikena ta jo. Mu mba qefi që prit që ka dal Gimbo, Selin ja ka njës me lujt nishe, se dhe sot ka lujt vetëm dyshe, që që mba shumë qefi, nuk më pëlqen Selin kone fundit se është bërë shumë arrogante dhe ofenduse, si shifët që sajrë unë flasë në fletë për mi, që që kone fundit nuk më pëlqen sjellja e Selinit, kurse menoj që në kohën kur ka qenë bashkë për mi, nuk të pëlqen sjellja, po të pëlqen si luan. Se njëra dhe tjetra nuk rinë, o të pëlqen o së pëlqen. A se rinë me dhime në absolutisht mënyra se si shprehet, kohën e fundit nuk më pëlqen se më duket shumë arrogante dhe ofenduse. E para, dhe thash se ja ka njësë me lujt nishe tani, se ka lujt gjithmonë dyshe. Kush është si pas teje Brikena, Selini i vërtet, kjo tani apo... ajo atëherë. Unë menoj që njeri fytyrën e nxjerr në fund se i bjen maska, amo që mu më ka pëlqyer më shumë Selini më herë që u kon më e sjellshme, është argumentuese hala dhe në artikulon argumenton, amo nuk u kon shumë ofenduese dhe arrogante siç është. Ka pranë në denigrime dhe ofendime. Mateo është ofruar i kam dhënë brapsh. Që kur u kujtu Mateo të sulmonte Selinin, po ishte Selini ajo që sulmoi Mateon dhe Brikenën prajmin e kaluar kur do dilte Gimbo. Edhe është e vërtet, debatin që është bërë jashtë ke Pishina, është Selini që ka thënë, unë jam ajo që kam faktorizuar atë krevatin që ju gjithë flisni sot e kësaj dite për të. Unë kam thënë të njëjtën fjalisht fjalë për fjalë. Fjalë për fjalë. Nuk jam burr. Kam thënë një fakt. Ti marrë ke 92 ditur, përveç debatit me Rogertin, ti ke marrë vetëm historinë e krevatit. Juela, ço mali se po fjalë me të Lori kafe. S'ka nipet. Shko merr pjesë në debat jo. Për s'ka nipet. Juela, tjetër këtu mbrapa. Po, të dëgjoj Juela. Duhet me përmend. Miri. Juela. Atëherë, për sa i përket mendimit, sipas Selin, në qoftë se unë gjithmonë sipas Selin, loz me 2 standarde, kjo vajzë e dashur loz me 20 standarde. Kështu që dashur Selin, ti ke demonstruar në prajmet e fundit, sidomos mashtrime, manipulime, ke dhënë 3-4 versione, 5 versione për të njëjtën situatë. Unë besoj e dashur Selin, në qoftë se qasja ime me ty ka nisur, nuk ka nisur në fillim, ka nisur mbasi ti e nda nga Miri, që sipas mi e ka dalur fytyra e vërtetet e arrogancës tënde dhe sa ofenduese je ti. Si më vajzë nuk doli një klip ku unë të ofendoj njërën që ti më ke ofenduar më gjithmonë. Dhe për mu është e tykshme për ty. Dhe i ti the me arbrit që unë arbrit nuk përcaktoj mas pak në rolin e viktimës. Nga ti sidomos, po nga asnik nuk në rregull. Shtu që e dashur Selin, se jam çuar të ofendoj njërë Brikena. Ta kam thënë se që ti je para që du jam vetëm 23 vjeç. Dhe përbolja është jeta, është eksperienca që ti ke në jetë. Në rregull, po ti ke dashur qasin e ti nivelit të ullët dhe përgjigjen time ke marrë në soj. Me mua nuk ka lidhje njëri që të talë, Juela. E dorëzuar të njëri, atëherë ke njësur duke dalë pas, me arrogancën, me ofendimet e tua, kaq të ullëta, që ti e ke treguar me zemrën tënde. Nuk me besotush, si që ke besotu Juela. Në nuk pretendoj ta fitoj, duke e preku njerëz me familjen, moralin, karakterin, personalitetin, të pak
nuk preferoj ta fitoj me nivelin që përfaqëson ti. Duke prek të tjerëve moralin, familjen, karakterin, e gjithë qenia. Më mirë ta fitoj në këtë mënyrë se sa të devilohem në mënyrë. Okej, e kuptova. E filluam këtë pjesë me Juelën edhe Selin që bërtasin, nuk dua ta mbyll me këtë pjesë, dua të flas për një moment tjetër jo fort të hishëm të këtyre ditëve që kemi kaluar, një shkëmbim mes Rogertit, Mirit dhe Stenaldo. Se shohim bashkë.